Nëntori është muaji i krenarisë kombëtare ku në çdo cep të trojeve shqiptare valvitet flamuri kuqezi. Edhe qyteti Lushnjës, pavarësisht rreshjeve të shiut, është mbushur me atmosferën festive në pritje të dy ngjarjeve madhore, 28 nëntori, ditën e pavarësisë dhe 29 nëntorin, ditën e çlirimit të Shqipërisë. Prej ditësh, Bashkia Lushnjë në bashkëpunim me Drejtorinë e Pasurisë Publike ka zbukuruar sheshet dhe rrugën kryesore me simbole kombëtare, flamuj dhe ndriçim festiv. Qyteti është veshur me ngjyrat e gjakut dhe të shqiponjës, duke krijuar një atmosferë që përçon krenari dhe emocion. Këto dy data historike rikujtojnë sakrificat e brezave që ndërtuan shtetin dhe çliruan vendin nga pushtuesit. Me respekt për të kaluarën dhe shpresë për të ardhmen, Lushnja i bashkohet çdo shqiptari në nderimin e këtyre ditëve të shenjta. Aktivitetet përkujtimore dhe festive do të vazhdojnë gjatë gjithë javës me koncerte, homazhe dhe ekspozita kulturore, duke bërë që flamuri kuqezi të valojë më fort se kurrë.